kriminale, por me manipuluar një proces gjëdhor, por me ndryth që atë vullnet qytetar. E dëshuar kriminale, themi, se nuk ta thot... E dëshuar, thash indicie për në qenë. Kur thom indicie, nuk thash fakte. Pra, përveç supozimit që pas ka një skenë kriminale, që me shumë gjas edhe del, nëse prokuroria kishen korrekt edhe drejt. Por sa po marrveshon, prokurori që pas ka shku atje, që i pas ka nxjerr komisionert nga qendra e votimit, qenë ka shpejtim Peci, djali i Enver Pecit. Enver Peci, 2022, o ngrit rangun e gjyqtarit të kushtetuesës nga ky pushtet. Kjo për mua është alarmi i dytë që këtu nuk ka veç drejtësi. Po ka shkuar aty një seksen i qeverisë. Pas kujdes, se tash. Ja, mëse para gjykabra. Djali mund të jetë zotrote i pavarur me lidhjet ngushta e shpesh shijon shoqëri me Faton Pecin, që i bjen që ky prokuror i Mitrovicës, që pas ka shkuar në qendër votimi, por mu nuk ka shpresa që ka mu zbar rasti. Unë aludoj që tashmo skena kriminale përmes trenit bullgar e hamencume deri tash, nëse është e vërtet që kjo ka mu fshesot, nuk ka mu zbarë rasti. Pra ndaj menoj që PDK-ja lyp me ngrit alarmin. Po paraqykoni prokurorin. Patjetër, dhe më thonë, i ngritën pushtet, Enver Peci prej këtij pushteti, ka o bo gjyqtar i kushtetuesës. Pra, sikur mos e mjaftu skema e parë kriminale, vazhdojnë me skemën e dytë. Minimumi që lyp me bon, por më konë serios, edhe i besueshëm procesi, mund rruhe prokurori. Por ndryshe, nëse PDK-ja hesh me kaq, atëherë ja pranon, Prokurori zakonisht është prokurori kujdestar, ai ndrohet. Ai kam i marrë veç orët e vona është prokurori kujdestar. Unë nuk e di, pas detyrë zyrtare këtë rast. Unë nuk e di, val. Që ai ka me hetur. Unë nuk e di qysh ata komisioner, qartë, po, faleminderit, nuk e di qysh ata komisionerët e PDK-s, to e njoh personin, kanë pranuar me lshu sallën, që i bjen PDK-ja me frika, pa frik, me naivitet, pa naivitet, po donë mi alon një fitore të pa meritu me këti kryetarin në ardhje. Jo për mua shqetësim ma i madh se sa prokurori është përfaqësues i shtetit. Përdorimi i paralajmëruar. Pra na edhe dje bom pak diskutim, nuk ka mundësi Adriatik, kret exit pollët me qit fitues Arjan Tahirin në zgjedhje fiton Faton Peci. Është pyetja dhe do ta diskutojmë. Si bën gjitha exit pollët? Te ne po flasim për këtë vetëvendosja, Kosova, të gjitha po dalin drejta, edhe ato komuna tjera si Gjilani dhe Fush Kosova, ku ka fituar vetëvendosje dhe po del rezultati shumë i përafërt me fitoren e vetëvendosjes, vetëm në Mitrovicë, mrekullisht në 2 raunde, 6 exit pollë nuk pjaqëllojnë. Vazhdu numërimin. Urna? Prokurori pas ka dhënë urdhën me vazhdim. Okej, pra përveç kësaj, sot e kemi pa vetëvendosjen, to e manifestuam, falë Vargjanta Kry, një minutë. To e manifestuar fitoren. I kemi rrit plus 3 komuna, 2 komune ke fituar. Mitrovicën e ke pushtuar. Kjo pushtim klasik. Me polici, me kryeministër, me ministër të brendshëm, kret garda qeveritare atje, kjo për mu pushtim i Mitrovicës Jugut. Kanë rrit 3, se 6 i kanë pas, nga njerë po... 4 i kanë pas. Jo. Leposavisi e Mitrovica Veriut? 4 i kanë pas. Leposavisi, Mitrovica Veriut, 6. Një proces tjetër. Vetëvendosje. Vetëvendosje i ka udhëheqë. Okej, ato si shtina në ekuacion për shkak të... Gabim, atër s'pas kanë qenë serioze ato komuna. A janë Kosova ato komuna. Jasin por komuna po qartë. Edhe me PDK në shkësaj. Edhe PDK-ja i ka pasur. Ka kamera në qendra të... Okej, shumice ka. Pra, veç ta këpëroj. 4 komuna shqiptare që i ka pas vetëvendosja. 4 komuna shqiptare që i ka pas vetëvendosja. 2 ka fitu me merit pja urejmë fitoren. Njëna është pushtim, po del që është me një skem kriminale mrapa. Ky pushtim, për me neve unë aty një qeveri kujslinge, krye me Faton Pecin, është ofendim për qytetarë. Le ta thot prokuroria, është hetim. Nëse kjo akuzë është hetot, li me shku në burg aktet e krimit. Albin Kurti me Faton Pecin. Nuk duron kështu këta. Zoti Bale. Për që tema, për bes nuk kam që më thonë. Dëmë s'ka thot për kamera? Jo, thash në qendra të numërimit ka kamera, edhe thash po du mja qëtësu shpirtin e të razum Azdrenit që nuk mundet me manipulu prokurori edhe me pas... Nuk e ka Azdrenit qëtësum e të razum shpirtin, po lyp drejtësi edhe garë. Po dhe përmes kamerave janë identifikuar... Jo mu quen një mekanizm shtetëror, me bon akte kriminale nëse i ka bon, por kam për Pecin. Por një një minister stërdop, më ngrit një tren, për një pec, veç këtu ndodh. Zoti Halimi, pra, kjo çështja se po përflitet unë brëm, ju thash qartë, dhe tregova që kemi diskutuar për asetym,
pse ju keni insistuar që me gjitha të Mitrovica e Jugut të shfaqet. Mos harojmë, UBO Consulting e ka bërë, por nuk e ka shfaqur duke i pasur dyshimet se është problematike si komunë. Edhe Albanian Post e kishte komunën e Mitrovicës e Jugut, sërish doli që as Pipos, as Albanian Post, dhe si pas gjitha gjasave se nuk e di si i ka dalë UBO Consulting, as kësaj radhe, as para 4 javësh, në një farforme nuk ja qëllonin, po them qëllonin rezultatit, nuk i dilte rezultati i Mitrovicës Jugut, gjitha rezultatet e tjera dilnin. Edhe pse ju e keni pasur margjin gabimit edhe herën e parë Mitrovicës Jugut. Në kështu, margjina absolute gabimit në rondën e parë të në sondazhe, në exit pollin ton ka qenë 2.3% ose 2.4%. Në sondazhin e mram ka qenë 1.6%. Mbrëm 1.6. Në total. Në total gjitha komunat. 7 komunat. Dhe e kemi thënë shpesh 2.9 standardin ndërkombëtar i margjinës gabimit. Po. Për kolegët e kompanive tjera, për me më duket shumë pa drejt me fol, me komentu. Unë besojmë profesionalizmin e 5-6 kompanive në Kosovë të cilat të bojnë njëjtën punë me neve. Besoj sinqerisht pa asnjë dilem. Tash po kuptoj që në Dugagjen s'është organizu fare Mitrovica kësaj radhe. Dhe kanë abstenu në organizimin e exit pollit. Mund me qenë që është financiare, mos t'ju kapëm njerëzve. Na e kemi pas mundësin me abstenu. Kemi pas lehen me abstenu. Kemi vendosur me gjithatë me i shpallë rezultatet ashtu si që kemi regjistru vullnetin popullor në Mitrovicë. Mos të harojmë, na jemi një kompani klasike që jemi në treg. Edhe me ma shumë lavdat edhe glorifikim do të kësha dalë sot në qytet, mos me pas dash me shfryzu drejten, mos me... ju morët riskun pra. Jo riskun, e morëm përgjithsin për me shpalë dë vërtetën qytetarën Mitrovicë. Na e kemi bo me të njëjtin standard, me të njëjtin ekip profesionistësh edhe Prizrenin edhe Fushë Kosovën edhe Mitrovicën. Me një mostrë të super sforcuar në Mitrovicë. Pra, mostra ka qenë më sforcuar në Mitrovicë, se sa, për shambull, Fushë Kosovë... Mitrovicë ka pas 2 herë ma shumë anketa se Prizreni. E i ka 2 herë ma pak votus. Që i bjen 4 fish më shumë i bije... Sigurisht. Për standardin e votuzën. Kam dasht me përbalt punën e atyne 30 anketuzës që kanë qenë djenë Mitrovicë në shi. Mos po dështon shkenca. Nëse dështon komuna tjera. Graviteti është ndryshe Mitrovicë, se sa komuna tjera. Tani për Mitrovicën është pak një farë historie me manipulimet e votave. Mos të harrojmë me të folë për qendrën rajonale më të varfër në Kosovë, e cila historikisht ka shfaqë probleme ku vullneti qytetar është deviju me intervenime qoftë të dhunës, qoftë të joshjes. Votat në Mitrovicë jo domosdoshmërisht janë vjedhur në kuti, nëse vërtetohen. Votat në Mitrovicë është deviju vullneti qytetar jashtë kutive. Në qoftë se është deviju? Jo, është deviju. Unë për kësaj ri ka shi. Ju po vazhdoni që nga mbrëm, se ju keni thënë unë i qëndroj këtyre shifrave...